E kemi me Lindën edhe që për 8 mars, para se me kalu të kjo situata cilën do të diskutojmë, Melinda ka publiku një këngë, një dedikim fakt për nënën e saj, që ka 4 vite më duket që veç ka ndru jetë, por që një dedikim për nënën e saj nuk është që ka mungu. Mbi gjitha një diskutim tjetër i cili është përmend këtë ditë është se Melinda po më duket po jep fund beqarisë, edhe do të ketë një darsëm së shpejti pasi që i dashuri i saj ka publiku një storje ku shihet të jetë në një dyqan me vello, me fustana nusësh kështu, edhe kemi storjen tjetër të cilën e kemi pas pak në dalje, edhe që është po Graniti cilin na ka publiku një storje, është po kjo storja, e cila ka marrë vëmendjen krejt të plot ku shihet që tashmë do të kemi një dasëm së shpejti po më duket në mes Melindës edhe menaxherit të saj, sepse i dim që Graniti është menaxheri i Melindës. Për me gjitha, ju urojmë suksese nëse veç kjo situatë do të ndodhi. Këto, po më duket Melinda pas ka lënë këto dasmat që i kemi si vjetë. E si që duket të ta kemi edhe Melinda për të diskutu. Po, definitivisht, po të kemi edhe Melinda për ta diskutu, edhe pse e dim që këtë vit Dafina e mori kështu vëmendje këgjat madhe me dasmën e saj. Tashmë po më duket që do e kemi Melindën e cila do diskutohet për dasmët cilët do e ketë këtë verë, nëse veç po ndodha ajo që po e shohim.